Më lërë të bëj një pyetje ndoshta edhe naive. Për me Sheun, gjykimin tuaj edhe me klënat, ka qenë apo është e vërtet ajo kodi BAP 008, rrjeti amerikan i Ballkanit? Të faleminderit shumë për bisedën që bën sepse po shprehim ato studime të thella që u bëj dhe që një pjesë të tyre u aktor vet. Mua në moshën 29 vjeç, djali im ka thirrur me Sheun në zyrë. Ishte ministri i mbrojtjes, gjitha gigant. Kisha mbaruar shkollën e zbulimit, pastaj bëra 3 vjeçar shkollën e lartë agjenturës, pastaj mbarova universitetin krahas asaj për turqisht, dhe 3 djem, nuk e dija unë, ishin para dhomën me Sheun në orën 7 darkës, ministri i mbrojtjes, i pari hyra unë, gjithaj burri gjatë. Toli nga tavolinën kryesore dhe ul krahun tim. I thash dorën, ki parasysh ti, gjithaj burr. Edhe më shprehu, thot, në situata që po kalon Ballkani me shumë pikpyetje vendosur me komandant të hapim degën e zbulimit strategjik në mbrapavia të armikut, të theksuar në mbrapavia të armikut. Jeni Jufta e 2 tjerë. Tjetri ishte Nipitia, djali kushtettar, nësa tjetri djali konsullit përgjithshëm Stambol, i zbulimit tonë. 3 djemë të zgjidhur biografikisht dhe të arsimon në shkëlqyer. Njëri më ka vdekur, ato Shehu. Ai tjetri ka ikur në Amerikë dhe vetëm në Shqipëri. Edhe ma tipin e tij shumë e radhë kështu. Dhe na drejtori për djalti, na niste në Marte, në Itali, në Greqi, vinë në takonte, vinë para brigata me të gjigant. Detyrat operative e taktike drejtohesh nga drejtori. Detyrat tepër sekrete drejton dhe vetë. Mehmet Shehu nuk mund të imagjinohet lemët të theksot që ka qenë tradhtar, ka qenë agent. Edhe sot, morë djalë, as si amerikane, as me jashtë nuk ka as një dokument të vërtetoj, atë thot një llaf që Mehmet Shehu ka qenë agent. Ashtu të ka të razbriju. Sepse të bëhesh agent mondial dhe hedhësh firmën. Bam, sa firma do laku në gryk. Pra, do hedhësh firmën që u bërë agent. E dyta, lekët si agent jep shtetit si privati, do hedhësh firmën morë lekët. Nga bërë punë. 2. Informacioni tepër sekret është firmë. 3. Ku ka dokument për Mehmet Shehu këtë rezultat? Mehmet Shehu ndërtoi shtetin ekonomik dhe ushtarak. E në vërhojsh ideologik. Ka 500 fabrika që e kënë thënë edhe uzina. Po të themte, Mehmet Shehu ndërtoi shtetin socialist, nuk themi të me të ka patur. Kupton? Ama, e morën nga shtet gjysë feudal, do t'jap librin në lutë i zotë Shqipërisë, do kom që sakta fat, që shikosh me shifra, e bën industrial bujqësor. Në zonën time dhe në gjithë shatrat, shkollë, shëndetësi, drita, shtikulturë, çdo gjë ku ka sot të shkatruar gjithçka. S'ka më thënë, boshatisë shatrat gjitha. Pra, e ka fami me shëta, prandaj jam, qa u bë, gjoja me emrin e ndryshimit sistemit, gjëna për jo. Ata që u veshën pardesyt e bardha që veshën kësia në Tiranë, pra për jo. Mohuan gjithçka nga një epokë, Kizingeri ma thot, një popull dhe një kom, që mohonot epokët e tia, është i dështuar. Ja se dështuar neve. Ajo po ka të metan, po ka dhe gjërët madhore të mëra. Ti mohove gjithçka, dhe ati i fjeti 500 uzina fabrika, u shkatrua dhe u dojën. Dhe filloj me 1,6 miliard, me 1,6 miliard vodhi vetëm fina previdale. Po sa miliard u shkatrua në ushtëria? Sa miliard janë nga 500 fabrika uzinat? Sa miliard vide për ditë? Neve jemi vendi pasur me naftë edhe me minerale, ti dhe unë s'marra masë cent, i ka mafia me qeveritarë pasurin tonë. Ku janë, more? Vënd shumë i patur dhe i vjedhur të mërësisht. Zoti Limaj, se më dolet një detaj që gjithmonë e ka menduar që t'ju pyes kur zhvillojmë bisedën. Ju keni deklaruar për sa i përket firmave piramidale që edhe rolin këtu të Gani Kadris, pra burrit të Shemsie Kadris, i cili, sipas ju keni thënë që ka qenë në mos gaboj zëvendës atashet tregtar në rijekat ish Jugosllavisë.
Po, tani, është një dorë këtu për ta lidhur me atë që ka thënë që një kuesteni shkatrimin. Kurveja unë vitet 77-78 Kuks, se ndikim me shumë mendje. Kur vjen në Kuks unë për problemet e Kosovës, që mbani Kosovën në pëllëm në situatë, do t'jap libra shikosh, i kam lyer gjitha unë. I ka libra këtë gjitha. Kto pyetje i bëlloj këtë gjitha libra. Grani ka drejtë ka marrë te turizmi. Dhe unë fren turizm. Dhe ky është komare, po fati ishte bashkëpunëtor i sigurimit. Edhe në marrë Grani ka drejtë nga kamare dhe na bën shkollën 2 vjeçar të shkollës agjenturës, poshtë dajte mikro studio, teologjia ka qenë shkollë, katedra e zbulimit. Pra vaje janë si e bësh, por sigurimi ishin në Sauk, dhe katedra e zbulimit ishin në atë grykën, kalon një mikrostudio. Kupton atë ka shkollë zbulimit, 2 vjet. Edhe në shkollë serbisht, djali Bako, vede i nuset bukur, na martohet dhe na emrojnë zëvendës atashe tregtar në rjekat e Jugosllavisë, kontra Kroacia. Mo jetë e thoshte, si qa përdojnë. Dhe ne na vjen informacion që 2 kryqëzorë dhe 1 nëndese do niseshin nga Sevastopoli dhe do vinin në Jugosllavi. Dhe ministri Borku dërgoi shkresën ministri transportit Bavametros. Zoti filan dhe filan do të nisën urgjentisht për Jugosllavisë, gjeni një anije tregtare sa më të shpejt, që do shkojmë materiale. Punë atyre. Do hipëm ne, vajtëm atje, mas 2 ditësh unë hyrë në rjekat e Jugosllavisë 2 kryqëzorë me dhije dhe nëndesja. Bala punën time, transmetoha me shifër, të nesme dola unë hëngra drek me Ganiun, me zonjën që e pru nga Turqia unë, se që që kemë punë, para them libër unë, nga rjeka në Izmir, e them të libër ju. Edhe, për mua të ndojnë problemat shumë, ndesh, për dhe ka të razbiu, a imi janë të ndesh më, që është gati dhe më duke u arrestuar. Është një skenari, është dhe mirë. A keni treguar që ishit në Fiat Perë në atë rast që ishit e një natë jashtë Tirane, po? Roftë shqiptari e në Hoxhës. Po, ja harrova emrin. Ka i ken libër, e kupton li po jo? Edhe